Mjetet urbane të qytetit të Vlorës vijojnë të jenë një gangrene vërtet ashtu si shumë ditë të vitit, edhe ky 31 dhjetore ka gjetur qytetin bregdetar mbes mbeturinave. Faktorët që ndikojnë në këtë drejtim, krahas mungesës së pastrimit në orare të shpeshta sipas qytetarëve të Vlorës, janë dhe vetë banorët e zonës. Qytetarët thonë se janë banorët ata që dhe kur kontenierët janë bosh, i hedhin mbeturinat në tokë. Këto mbetje sipas tyre kthehen më pas në burim ndotje për qytetin. Ata shprehen se ndaj ndotësve duhen marrmasa dhe se policia bashkiake duhet të funksionojë më shumë. Kontenier, jashtë kontenierëve, kanalizime. Po gjërat duken, nuk është e vëja për koment. Vazhdon kështu për gjatë, ka gjatë? Po nuk e di të them të drejtën se s'para i kam më veshin, po sot duken gjërat. Janë gjërat faktike. Si është impakti tek juve? Është problem për ju? S'besoj të jetë problem, nuk e shikojmë që të jetë problem. Jo. Sot duket që është pak situata kaos. Duhet që njerëzit të ndërgjegjësohen të jerin. Po patjetër që duhet të ndërgjegjësohen. Njerëzit duhet të jenë të civilizuar sot se është 2025-a. Dhe të ndojmë për më shumë. Po çfarë ndikon? Pse i hedhin kanë? Papërgjegjësia. Papërgjegjësia. Do se duhet merren masa ndoshta ndëshkime? Patjetër që duhet merren masa. Rregullat e ligjit janë mbash shtetin. Shikojmë, nuk është gjë e mirë. Kush i hedh? Nuk e di, ne tash sa kemi ardhur. Emigrant jemi. Ku jetoni juve? Në Greqi. Do dha ndej? Po ka probleme në çdo vend, po masa duhet marrin edhe kanalizimet që janë bërë kështu. Kudo edhe në për pallatet që edhe pislëqe. Kontenierët që janë mbetje shumë jashtë kontenierëve si e shet. Po, vjen makina, ka shumë mbeturina, po vinë 3 makina. I pastrojnë po. Po. Po kush mbetet problemi, mendon se janë qytetarët? Tash kur i merr me harka, ato si hedh dot atje sipër. Do i lër aty, vjen një makinë apo stafat për këto mbeturinat që janë jashtë. Po janë mbetje të vogla dhe qeska dhe bidon. Po ka dhe njerëz pa ndërgjegjësh. S'kemi sa ti Duhet them. jenë më të ndërgjegjshëm si e shet. Po patjetër. Po shteti duhet të marrë masa për të vendosur gjoba për njerëzit. E çfarë do bëjmë para shteti? Atë ka bashkia se ka shteti. Vendos gjobat bashkia. Si ato ndotje të mjedisë. Prandaj kemi ngritur këshillin bashkiak. Pastrimi, mbetjet urbane dhe ofrimi një shërbimi cilësor janë cilësuar si themra e akilit dhe nga ata që vizitojnë Vlorën mes tyre dhe shumë të huaj.